Sociologjia e suksesit. Sociologjia e suksesit. Mirëmbrëma gjithëve të dashur miq, sot duhet flas me ju për diçka që na mungon shpesh, edhe kur duket se kemi gjithçka. Është një fjalë që shpesh e dëgjojmë, por rrallë e ndjejmë thellë. Çfarë do të thotë vërtet të jetosh me pasion? Na ndodh shpesh të zgjohemi, të ndjekim rutinën tonë, të kryejmë detyrat një nga një, dhe në fund të ditës të pyesim veten: po unë ku jam në gjithë këtë? A jam duke bërë ato që më jep kuptim? A ka gjurmë të pasionit në jetën time, apo vetëm një listë gjërash për të përfunduar? Episodi i sotëm është për ata që ndihen të lodhur nga duhet bërë dhe duan të thonë dua të bëj. Është për ju që ndoshta jeni në një pikë ku nuk e dini më se çfarë ju motivon. Apo ndoshta e dini, por e keni harruar në rrugë. Kjo është të jetosh me pasion. E imagjinoni një jetë pa ngjyra? Një ditë që kalon pa emocione. E pra sot, në fuqia e frymëzimit, do të flasim për pasionin. Atë forcë magjike që e bën jetën të mos jetë thjesht një numër vitesh, por një vepër arti, që e bën jetën të ndihet e plot dhe të vlejë për të jetuar. Sot do të flasim për një fjalë që shpesh e dëgjojmë, por rrallë e ndjejmë thellë. Çfarë do të thotë vërtet të jetosh me pasion? Çfarë është pasioni? Si ta gjejmë dhe si ta ndjekim? A është ai çelësi vërtet i lumturisë? Le ta zbulojmë bashkë në këtë episod. Tani le të nisim me një këngë që na frymëzon, që na kujton se gjithçka është e mundur për ata që besojnë dhe veprojnë. Sociologjia e suksesit në Radio Tirana 1. Sociologjia e suksesit. E dini të dashur miq, ndonjëherë kemi dëgjuar aq shpesh fjalën pasion, sa fillon dhe humbet kuptimin. Na thon, gjeje pasionin tënd, ndiqe pasionin tënd. Por çfarë do të thotë kjo në të vërtetë? A është pasioni diçka që lind me ne, apo është diçka që ne e zbulojmë gjatë rrugës? A është vetëm për artistët, krijuesit, ëndërrimtarët, apo është diçka që ka vend në jetën e kujtdo, edhe në përditshmërinë më të thjeshtë? Sot dua të shtroj këtë pyetje bashkë me ju. Çfarë do të thotë vërtet të jetosh me pasion? Le të ndalemi për pak dhe të japim pak kohë vetes të mendojmë. Nuk ka përgjigje të saktë, por mbase brenda nesh e dim më shumë se sa kujtojmë që e dim. Njerëzit që jetojnë me pasion nuk presin momentin e duhur, ata e krijojnë atë. Ata nuk e shohin jetën si një rrugë të drejtë dhe të sigurt, por si një udhëtim ku çdo hap vlen, sepse në fund nuk është rëndësia e asaj që kemi, por e asaj që japim dhe lëm pas. Mendohuni mirë dhe na shkruani për pasionet tuaja, SMS dhe WhatsApp në 069 67 089 82. Sociologjia e suksesit. Sociologjia e suksesit. Jemi rikthyer në studio të dashur miq në episodin e titulluar Të jetosh me pasion. Të jetosh me pasion nuk do të thotë të kesh një jetë të lehtë. Do të thotë të zgjedhësh një jetë që ka kuptim, të kesh një arsye për të zgjuar çdo mëngjes, diçka që të ndes brenda dhe të shtyn përpara, pavarësisht lodhjes apo sfidave. Pra të jetosh me pasion nuk do të thotë të kesh gjithçka në rregull. Do të thotë të mbash të ndesur një dritë të brendshme, edhe kur bota përreth bëhet e errët. Si Beethoven për shembull, që dëgjoi muzikën me zemrën kur veshi e kishte harruar. Ndoshta është momenti të përcjellim historinë tonë të shkurtër për sot, e cila ka për protagonist pikërisht Ludwig van Beethoven, një nga kompozitorët më të njohur të të gjitha kohërave. Muzika e tij sot luhet në çdo cep të botës, por ajo që shumë harrojnë është se ai e humbi dëgjimin në kulmin e karrierës së tij. Historia e tij titullohet Pasioni që nuk u shua nga heshtja. Në moshën 26 vjeçare, Beethoveni filloi të dëgjonte një zhurmë konstante në vesh. Me kalimin e viteve, zhurma u bë heshtje. Për një muzikant, kjo nuk është thjesht sfidë, është tragjedi. Me kalimin e kohës, ai e kuptoi se sëmundja po përparonte dhe se ai, një krijues i muzikës, po mbetej pa dëgjuar asgjë. Çfarë ironie e hidhur. Të kesh talentin për të krijuar simfoni që emocionojnë botën dhe të mos jesh më në gjendje të dëgjosh vetë. Për një kohë, u mbyll në vetvete. Shkroi letra ku shprehte dhimbjen, turpin dhe idenë për të larguar nga jeta. Por ai nuk e bëri këtë, sepse brenda tij ekzistonte diçka më e fortë se dhimbja.
pasioni për muzikën. A i vjoj të kompozonte. Jo me veshët, por me mendjen, kujtesën dhe zemrën. Krijoi veprat më të mëdha të jetës së tij, pikërisht në vitet kur e kishte humbur plotësisht dëgjimin. Simfonia e 9, një nga kryeveprat më të mëdha të historisë së muzikës, u shkrua në heshtje absolute. Dhe ja ku qëndron mesazhi i kësaj historie, të dashur miq. Të jetosh me pasion nuk do të thotë të kesh kushte perfekte. Nuk ka të bëjë me sa mundësi ke, por sa i lidhur je me thelbin tënd. Pasioni i vërtet nuk lidhet me suksesin, famën apo duar trokitjet. Ai është forca që të mban në këmbë, edhe kur të gjitha të tjerat bien. Sepse kur pasioni është i gjallë brenda teje, as heshtja nuk mund ta ndalojë. E dini, historia e Beethovenit nuk është thjesht për një gjeni. Është një kujtesë e fortë për ne të gjithë, që pavarësisht vështirësive, humbjeve apo zërave që na thon nuk mundesh, brenda nesh ekziston diçka që nuk shuhet, ajo që duam vërtet, ajo që na bën të ndihemi gjallë. Dhe kur vendos të mos heqësh dorë nga ajo ndjenjë, atëherë ti je duke jetuar me pasion. E pikërisht këtë mesazh sjell edhe kënga që do të dëgjojmë tani, Rise Up. Sociologjia e suksesit. Sociologjia e suksesit. Jemi rikthyer në studio të dashur miq këtu në Sociologjia e suksesit në ciklin Fuqia e frymëzimit. Gjithçka në këtë episod të radhës vërtitet rreth të jetuarit me pasion. E kam menduar shpesh. Ai din vërtet çfarë na bën të ndihemi gjallë. Jo gjallë nga adrenalina e një momenti, por gjallë në atë kuptimin e thellë, ku ndihesh që je në vendin e duhur, duke bërë atë që ka kuptim për ty. Të jetosh me pasion nuk është gjithmonë të hidhesh në aventura të mëdha, apo të ndryshosh botën. Ndonjëherë është thjesht të mos u mbasësh veten në zhurmën e përditshme. Është kur she diçka, ndjen diçka dhe thua, po, kjo është imja, këtu jam unë. Mund të jetë muzika, mund të jetë të shkruarit, mund të jetë të kujdesesh për dikë, të mësosh të tjerët, të krijosh, të ndërtosh diçka me dorën tënde. Dhe nuk ka rëndësi sa e madhe është ajo gjë. Rëndësi ka si të bën të ndihesh. Prandaj dua t'ju pyes ju sot, kur jeni ndjerë për herë të fundit gjallë? Kur është hera e fundit që koha u ndal dhe ju u zhyt të thellë në diçka që e doni? Nëse s'po ju kujtohet më njëherë, nuk është vonë, asnjëherë nuk është vonë për të ndjekur pasionin. Nëse nuk e di ku ta gjesh pasionin, filloni thjesht. Së pari pyeteni veten, kur e harroj kohën? Çfarë më sjell gëzim pa përpjekje? Çfarë bëj me zemër edhe kur nuk më paguajnë për të? Dhe mbajini mend, pasioni nuk është gjithmonë zhurmues. Nganjëherë është një zë i butë që të fton të kthesh kokën drejt vetes. Mos prit të ndodhë diçka e madhe që të nisësh. Pasioni nuk vjen gjithmonë me drita ndezur. Ndonjëherë mjafton të thuash, sot do t'i jap vetes 15 minuta, vetëm për ato që më pëlqen mua. Dhe e nesërmja do të nis ndryshe. Ka nga ato që thonë, po mos u shfaq ashtu si je sepse bota do versionin më të përshtatur tëndin. Por unë besoj të kundërtën, sepse pasioni lind aty ku je vetvetja, pa filtra, pa përsosmëri, pa skenar. Dhe kjo këngë që do të dëgjojmë tani, flet pikërisht për këtë, për historinë që mbajmë brenda vetes, për gjurmët që na formojnë dhe për guximin për t'i treguar botës, ja kjo jam unë, ky është pasioni im, kjo është historia ime. Sociologjia e suksesit. Në Radio Tirana 1. Sociologjia e suksesit. Të gjithë kemi një histori, jo gjithmonë të pastër, jo gjithmonë të ndritshme, por të vërtet. Dhe brenda saj, shihet edhe pasioni ynë. Ndonjëherë i fshehur mes detyrave të përditshme, ndonjëherë i mbuluar nga frika ose nga ajo ndjesia se nuk është momenti. Por e vërteta është kjo, momentin nuk ta jep askush, e krijon vetë. Edhe sa do e vogël të jetë ajo gjë që të bën të ndihesh gjallë, mos e nënvlerëso, sepse pasioni nuk matet me madhësinë e suksesit, por me dritën që sjell brenda teje. E nëse sot ke ndjer edhe pak nga ajo dritë, atëherë ke nisur të jetosh me pasion. Ne kujtuam që si Beethoven, pasioni nuk ka nevojë për zë që të dëgjohet, edhe që siç thot kënga, secili prej nesh ka një histori të bukur, sepse është reale. Të jetosh me pasion do të thotë të mos harrosh veten në mesin e gjithë gjërave që duhet të bësh, por të kujtosh edhe atë që do të bësh. Unë juftoj që këtë javë të jepni vetes një moment edhe të vogël
për t'ju afruar asaj që të bën të ndihesh gjallë. Dhe nëse doni, ndani me ne cili është pasioni juaj. Dërgoni mesazhet tuaja SMS dhe WhatsApp në 069 67 089 82. Sociologjia e suksesit. Sociologjia e suksesit. Dhe tani të suksesshmit të dashur miq. Sot në këtë rubrik do t'i referohemi Kahlil Gibran për pasionin dhe punën dhe pikërisht do të përcjellim një fragment nga Profeti. Profeti është padyshim vepra më e njohur e piktorit, filozofit dhe poetit libanez Kahlil Gibran. E përkthyer në më shumë se 40 gjuhë, vetëm në gjuhën angleze, në të cilën edhe është shkruar, nga botimi i parë janë shitur më shumë se 9 milion kopje, duke e bërë kështu njërin nga librat më të kërkuar në histori dhe poetin e tretë më të kërkuar të gjitha kohërave, pas Shakespeare-it dhe Lao Tse-s. Te Profeti lexuesi gjen një set esesh poetike. Libri ndërtohet në 26 kapituj apo prozash poetike që, pos filozofike dhe spirituale, janë edhe frymëzuese. Temat mahnitshëm shtjellojnë çështje kryesore në jetën e njeriut: dashurinë, martesën, bijtë, të dhënit, të ngrënit dhe të pirit, punën dhe pasionin e të tjerë. Le të ndjekim pra një fragment nga Profeti i Gibran. Një njeri tha: na fol për punën. Ai u përgjigj duke thënë: ju punoni për ta ndjekur ritmin e tokës dhe të shpirtit të saj. Sepse të jesh i pa punë, ndërsa ke lindur për të vepruar, është ende shparrënjë në një stinë ku të gjitha gjërat lulëzojnë. Kur punoni me dashuri, ju lidhni veten me vetjetën, sepse të punosh me dashuri është si ta qepësh rrobën me fijet e shpirtit tënd. Është si të ngresh një shtëpi me zemër, duke ditur se do t'jetë strehë për më të dashurit tuaj. Të punosh me dashuri është si të mbjellësh fara me përkushtim, duke ditur se çdo kokër do të lulëzojë në duart e dikujt tjetër. Kam dëgjuar të thoni: puna është mallkim. Por unë ju them: puna është bekimi juaj. Është mënyra juaj për ta bërë veten të dukshme në botë, për ta kthyer dashurinë në një formë të prekshme. Dhe kur dashuria nuk ju udhëheq në punë, më mirë lëreni atë dhe uleni në portat e tempullit për të marrë bukën nga duart e atyre që punojnë me gëzim. E pra të dashur miq, këto fjalë nuk ka nevojë për shumë komente. Gibran na kujton se puna pa dashuri është bosh, por puna me pasion është adhurim. Dhe ndoshta të jetosh me pasion fillon pikërisht kur e shet ditën tënde si diçka më shumë se një detyrë, por si një mundësi për të vënë një copës nga vetja aty ku prek jetën e të tjerëve. Pasioni është energjia, ndiq atë që ndes shpirtin tënd dhe mos u ndal, ka thënë Oprah Winfrey. Sociologjia e suksesit. Sociologjia e suksesit. Kemi ardhur në fund të episodit të sotëm të ciklit Fuqia e frymëzimit. Folëm për pasionin, për rrugët që na çojnë drejt vetes, për njerëzit që jetuan me zjarr dhe kthyen atë në dritë për të tjerët. Folëm për pasionin jo si një fjalë e bukur, por si një ndjenjë që na mban gjallë në brendësi, që e bën jetën të ndihet si art, jo vetëm si mbijetesë. Mbase thot se gjetët ende përgjigjen, por nëse edhe një fjali, një ndjesi, një moment, të fali një çast reflektimi, atëherë ky episod ja vleti. Deri në episodin tjetër, kujdesuni për veten dhe mos harroni të jetoni me zemër. Unë jam Kozeta Hoxha dhe operatori i zërit është Redi Kristo. Ju falenderit që jeni pjesë e këtij cikli dhe si gjithmonë jetoni me pasion. Sociologjia e suksesit. Sociologjia e suksesit.